Inspektoriati i Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur një operacion në jug të vendit. Sipas raportimeve, inspektorët e IKMT-s në plazhin e Jalës janë duke prishur disa objekte. Bëhet e ditur se inspektorët së bashku me policin kanë hasur rezistencën e pronarëve të disa objekteve që janë në plan për të prishur. IKMT ka paralajmëruar pronarët e objekteve se kanë afat deri të martën për t'u zhvendosur. Nga ana tjetër, banorët kanë kundërshtuar forcat e IKMT-s dhe policin duke shprehur rezistencë dhe se nuk do të largohen. Një ditë më parë u raportua se fadromat dhe makineritë e rënda janë parë në disa zona turistike duke ndërhyrë në struktura që sipas autoriteteve janë ndërtuar në mënyrë të palishme, por kjo ndërhyrje ka shkaktuar shqetësim te pushuesit dhe tek operatorët turistik. Në këto ditë që pushuesit kanë vendosur të relaksohen në breg të detit, janë duke u përballur me zhurma dhe pluhurin që sjellin shembjet. Bizneset janë ankuar se këto ndërhyrje duhet të ishin kryer më herët para se të niste sezoni për të shmangur ndikimin negativ në turizëm.